Një grup të rinj të apasionuar mbas medias informative, me dëshirën e mirë, krijuan një projekt për intervistimin e disa personazheve me qëllim informimin e publikut në fusha të ndryshme si ajo e artit, ekonomisë, kulturës, shkencës dhe sportit. Ky projekt fillon të konkretizohet mbas përgjigjes pozitive të kërkesës sanë për informimin e publikut mbi çështje të ndryshme. Këtë projekt intervistash, si fillim, do ta nisi me një bisedë me agentin e licencuar në tregun imobiliar, rezidencial dhe komercial këtu në Montreal, zotin Kadri Sherifi. Në këtë intervistë do të flitet për përcaktimin e vlerës tregtare të disa kategorive të pronave të patundshme. Zoti Sherifi do të na sqarojë se cilat janë këto kategori pronash, si dhe analiza përsore që duhet të kryej shitësi apo blerësi dhe përse nevojitet një agent imobiliar. Përgjatë intervistës së zhvilluar në zyrat e agjencisë, zoti Sherifi do të na informojë gjithashtu për blerësit potencial të tregut të imobiliareve në Montreal, Kanada. Për më tepër, ju ftojmë të ndiqni intervistën e dhënë për Info Montreal.